kjo çka është ka ndodhur, ne shtetasit amerikan nuk mundemi me kuptu. Qysh njerëz munden me luftu për diçka çka është e keqja e tyne. Sidomos nuk mundem kurse si me kuptu humsi me të diktu se shka kihti me bo. Ajo është hums, humsi jetë gjithmonë jetë hums. Humsin duhet me këshyr me punu që shmundet me fitu në të ardhmen. Jo tash me bloku tanë Kosovën. Lumir Abdixhiku e ka pomduket, i ka dalë gjumi atina pak, e ka pas e ka gabu vitin e kalum, e blokoj krejt Kosovën për 11 muj, tash po thot, unë jom gati me adhon votën edhe Vjosa Osmanit. Kurse tjerë thonë, na i kena 2 emna, po nuk e dim ato 2 emna. Zotni, unë nuk mundem me kuptu, i dim 2 emna i kom, po vallaj s'po du me ja kalcu krujnë ato 2 emna. Kjo është për me vajtu. Shka është ka bëhet në Kosovë prej partive politike. Ato duhet investimi i cili është bo në Vjosa Osmanin për këto 5 vite, 4 vite e ka punu aq shumë me i bo kontaktet në tam botën, me njerëz ma eminent botës, edhe e ka pas atë sukses e ka mbri. Do me thonë, investimi i Kosovës ka bo një fryt. Edhe Kosova filloj me marë frym në botën e jashtme. Me këto edhe i ndihmoj edhe Albin Kurtit, kryeministrit